Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka intensifikuar deklaratat për atë që e cilëson si kërcënimin më të madh të sigurisë për vendin, duke u referuar aleancës ushtarake mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Pas takimeve me zyrtar europian, ai ka pohuar se kjo aleancë është krijuar me qëllim sulmin ndaj Serbisë. Duke folur më 13 shkurt në konferencën e sigurisë në Myni, Vučić deklaroi para gazetarëve: "E kam ngritur çështjen e aleancës ushtarake mes Tiranës, Zagrebit dhe Prishtinës. Pres përgjigje, ndoshta do ta marrë të përgjigje para se të kaloj në veprim." Ai theksoi se pret një veprim konkret të kësaj aleance ndaj Serbisë. Edhe gjatë ceremonisë së ndarjes së dekoratave për ditën e shtetësisë, presidenti serb deklaroi se aleancat që po krijohen kundër nesh shërbejnë për të përgatitur një fushë të unifikuar veprimi në një front lindor, ku Serbia shihet si guri në këpucë. Sipas tij, këto aleanca synojnë që nga drejtime të ndryshme të sulmojnë Serbinë në momentin kur shpërthen një luftë më e madhe se kjo e sotmja. Megjithatë, deklaratat e tij kanë hasur në reagime të forta nga opozita serbe. Radomir Lazović, bashkëkryetari i Frontit të Gjelbër të Majt, deklaroi për gazetën Danas se bëhet fjalë për një taktik të njohur politike. Kjo është metoda e provuar e Vučićit për të krijuar armiq nga vendet fqinje, në mënyrë që ai dhe SNS të paraqiten si shpëtimtar të Serbisë. Sipas Lazović, interesi i Serbisë është zhvillimi i marrëdhënieve të mira, thellimi i bashkëpunimit dhe rritja e shkëmbimeve tregtare dhe kulturore. Nga konfliktet përfiton vetëm Vučić, shtoi ai, duke akuzuar presidentin se synon të friksojë elektoratin dhe të konsolidojë bazën e tij pas ironisë së mbështetjes. Kritik edhe më i drejtë për drejtë ishte Srdan Milivojević, kryetari i Partisë Demokratike. Ai deklaroi se nuk ka armik të jashtëm që mund t'i bëjë Serbisë aq dëm sa Aleksandar Vučić. Sipas tij, sa kohë që Vučić drejton vendin, shtetet që supozohet se kanë synime sulmuese mund ta dërgojnë ushtrinë e tyre me pushime. Milivojević argumentoi se retorika e rrezikut të jashtëm shërben për të shmangur vëmendje nga problemet e brendshme dhe për të justifikuar rritjen e shpenzimeve ushtarake. Në të njëjtën linjë, Janko Veselinović nga Partia e Lirisë dhe Drejtësisë deklaroi se qytetarët në rajon do të përfitonin më shumë nga investimet në infrastrukturë dhe standard jetese sesa nga armatimet, ndërsa Pavle Grbović, kryetari i Lëvizjes së qytetarëve të lirë, e lidhi situatën me orientimin strategjik të Serbisë. Sipas tij, aleanca në fjalë nuk ka të bëjë me ndonjë plan për sulm ndaj Serbisë, por me ambicien e Prishtinës dhe jo vetëm të saj për integrim në NATO. Ai e cilësoi politikën e neutralitetit të Serbisë si izolim nga proceset kryesore europiane dhe shtoi se mungesa e vendimeve të qarta strategjike po zëvendësohet me friksim të qytetarëve. Ndërkohë Vučić ka njoftuar rritjet e investimeve në mbrojtje dhe në industrinë vendase të armatimit, duke theksuar se Serbia do të blejë një pjesë më të madhe të prodhimit të saj ushtarak. Debati për sigurinë dhe orientimin gjeopolitik të Serbisë po thellohet, ndërsa përplasjet mes presidentit dhe opozitës tregojnë për tensione të forta në skenën e brendshme politike.